një procedurë Megjithatë, Gashi se cili do të jetë verdikti final, do të jemi këtu për ta parë dhe se kujt do jep të drejtë gjykata kushtetuese, sepse realisht janë ndarë tashmë në dy pole, nëse mund të themi, opozita, të cilët janë rreshtuar ka Osmani, si dhe në anën tjetër lëvizjave të vendosje, të cilët besojnë bindshëm se presidentja edhe ka shkelur të njëjtën. Në anën tjetër, konsideroni se kanë ekzistuar mundësitë që të evitohej ky ngërç i ri, të themi, politik, marrë parasysh kohën e mjaftueshme që kishin partitë për të bërë këtë. Po, veç edhe pak të lidhëm me pjesën e parë, për me qenë i qartë për teleshikuesit, pavarësisht cili vendim do të jetë, cili akt gjykim do ta sjellë gjykata kushtetuese, Partia Demokratike e Kosovës do ta pranojë, për shkak se ne vazhdimisht e kemi pranuar vendimet e gjykatës kushtetuese dhe as që na shkon mendja me pas kundërshtime në raport me një institucion i cili është në fund fundet interpretues i Kushtetutës Republikës Kosovës. Megjithatë, ju besoni se shkuara në zgjedhje do ishte nevojshme në këtë situatë në cilën ndodhemi. Unë nuk mendoj që as Partia Demokratike e Kosovës nuk mendon që ne është dashur shkojmë në zgjedhje. Nuk ka pas asnjë arsye, ne vetëm sapo kemi dalë prej zgjedhjeve. Unë po flas për situatën pas. Por natyrisht, nëse vendos gjykata që vendi duhet të shkojë në zgjedhje për shkak se janë konsumuar afatet, natyrisht që PDK është e gatshme. Në fund fundit jemi subjekt politik edhe gjithmonë jemi të gatshëm për me ju përgjigjë zgjedhje. Megjithatë, as kemi qenë të interesuar, edhe as nuk mendojmë që vendi është dashur të shkojë në zgjedhje, për shkak se tashmë ka pas një rezultat i të qartë për partitë politike, edhe mendoj që ka pas një afat kohort mjaftueshëm që mos zgjedhë presidentin. Pse Gashi nuk ka arrit të gjendë një figurë konsensuale? Marr parasysh se ekzistonin mundësitë. Ju e kam fjalën kur them ju e kam për gjitha partitë politike. Thonin se ka emra të mjaftueshëm Kosova, të cilët do të mund të ishin president konsensual, au friksuar nga lëvizjave të vendosje për të vendosur një emër të përveçëm, duke qenë se ka një numër të konsiderueshëm të deputetëve dhe çdo emër përballë votave të tyre edhe do të digjej deri diku. E para, ju e dini që ne kemi qenë korrekt edhe gjatë fushatës zgjedhore. Nuk kemi vendos vijat kuqe as në fushatës zgjedhore, bile jemi prej partive pothuajse të vetme. Pastaj pas zgjedhjeve kemi pranuar rezultatin, edhe natyrisht kemi qenë konstruktiv dhe të gatshëm me bashkëpunu me kryeministrin Kurti për me zgjedh presidentin e Republikës Kosovës. Na ka ftuar në takim, kemi qenë takim. Na ka ftuar sërish kemi qenë takim. Po ne nuk e kemi parë një vullnet për me i dhënë drejtim zgjedhjes së presidentit nga ana e kryeministit Kurti, për shkak se nuk mund të ketë emër konsensual nëse i njëjti propozohet prej partisë pushtet. Ne kemi pas qëndrim qartë për një antar të familjes Jashari. Dhe i kemi dhënë mbështetje të fuqishme, 22 votat. Për cilën mbështetje ka pasur edhe lëvizjave të vendosur.